Të nderuar qytetarë dhe tatimpagues, një vit më parë mora përgjegjësinë për drejtimin e AFK-s me synimin për një institucion më efikas, më transparent dhe më të drejtë. Sot rezultatet tregojnë se jemi në drejtimin e duhur. Tyrat tatimore janë rritur për 14%, ndërsa kontrollet janë edhe më të shkurtra, edhe më efikase. Zgjatja e kontrollave nga 36 muaj sa ishte më parë, tani zgjat vetëm 2 muaj, kurse efikasiteti është rritur deri në 1000%. E vetmja gjë që ka pasur rënje janë gjobat për 22%. Në funksion të transparencës kemi publikuar vendimet e ankesave dhe sa kemi trajtuar 12% më shumë ankesa se një vit më parë. Kemi rritur bashkëpunimin me qytetarët, ku janë rritur rastet e denoncimit me 43%. Po vazhdojmë me digitalizimin e shërbimeve dhe kemi licencuar 7 kompani në procesin e fiskalizimit. Dhe për hir të parë, bizneset e vogla do të kenë falas shërbimit e arkave fiskale. Kemi pranuar 70 praktikantë në projekte të ndryshme dhe mbi 40 inspektor. Brenda një viti kemi një ATK më moderne, më transparente dhe të orientuar drejt rezultateve. Pra, puna vazhdon me integritet, drejtësi dhe efikasitet.